Çka mendoni për nën Terezë, e cila ka ndihmuar shumë të varfërve, shumë jetima, por megjithatë ka qenë jo muslimane, ku e ka vendin ajo, me dëz xhehenam. Thell, me dëz xhehenamit e ka vendin, sepse ajo nuk ka besuar Allahun, s'ka besuar pejgamberin, s'ka besuar Kur'anin. Edhe nëse ka besuar Allahun, e ka besuar Allahun me tmeta. Jo plot, Allah është pa tmeta. E dëgjuat vllazën, ku anon Tereza sipas Shefqet Krasnit, në midis xhehenemit thosë s'ka besua Allahun, s'ka besua pejgamberin. Po si me besua nën Tereza e shenjte pejgamberin që ka përllunua gra e fëmijë, e ka prej njerëz në qaf, e urlërua me prej njerëz në qaf. Po si ka da me besua në ta? Edhe nëse e ka besua, thot Allahun, se ka besua si duhet, e ka besua Allahun me tmeta, e Allahu thot është pa tmeta. Si është Allahu pa tmeta? Në hadithe tregon se Allahu ka dy duar në anë të djathtë. Hoxh Shefqet, me arë një djalë me dy duar në anë djathtë, a kishe me thamë me tmeta të pa tmeta? A kishe mjalla vajzën, kishe tha, ja sakat, largoju. Ti don me fut nën Terezën në fund ferrit, në midis të xhehenemit. Pat në ku është Muhamedi nëse nën Terezja shenjte, që i ndero ton bota si shenjte, sejnë madhëqërica, ku është atë në Muhamedi? Në cilin rang të ferrit, që i ka ba të në pislaqe që ka mujdo njeri me ba, që i lët biris vet, ja merë gruën, e ba marlanje me gruën e biris vet të adaptuëm, të cilën e ka lë vajtë halë. E ti do me qua nën Terezën në ferë. Lazën, këta është merë, atë në më thoni ju mua, pse fol kudra hoxalarve, po këta fliqin kombin tonë. Unë jam i vetëmi katolik që dalji me ftyre foli kudra tyne, se dikush duhet me u dalë për balë këtyne njerëzve, apo fliqin kombin tonë. Dikgjoni që ka thot tash Ahmet Kaljaja për nën Terezën. Ta ngrenë lartë. Nën Tereza s'ka bo asë një gjo për Shqipërinë. Asë një gjo për Shqipërinë. Asë një gjo nuk ka bo. Aeroporti me emrin e saj. Ne s'kemi problem me atë si femër. Nuk kemi problem. Po ke problem me emrin e saj. Nuk është se kemi diçka me të. Ajo ka ikën punë vetë, ke Zoti i gjithësisë. Po atë pse po fol për ta? Ideja është aeroporti me emrin e saj, spitali me emrin e saj, sheshi me emrin e saj. Në kartën e identitetit deshën ta fusin.